nëma, motra, vëllezër, shokë dhe shoqe, pionierë dhe pioniere, ju përshëndes me zjarë nga zëmra gjithë juve, në emër të gjithë partisë. Kam dashur shumë të vi më shpesh. Po ha, thoni juve, që u bëre, pse s'erdhen parë. Syni dashur mbush 85 vjet. Jeta e tij ka rrjedhur përmes ndeshjeve e ngjarjeve më të shënuara e më jetike në historinë e Shqipërisë e të kombit tonë. Si shqiptar, si komunist e burr shteti, Enver Hoxha do të hynte gjallërisht në këto ngjarje, do të vijej në krye të tyre dhe do të luante atë rol të shquar revolucionar që luajnë personalitetet e mëdha në histori. Shtëpi nga një familje patriote gjirokastrite me 16 tetor të vitit 1908. Minullat e Anes, Gjylos, përpjekjet dhe mundimet e babait Halilit, rallat e gjyshes e të Nëndajkos, tregimet e plakave gjirokastrite, mësimet patriotike të Xhaxhait Hysenit, vetë historia e popullit ishin djepi që përkundi, ishin shkolla e tij e parë. Ishte koha kur Shqipëria kalonte momente e ngjarje nga më jetike në historinë e saj. Në favor të çështjes së madhe kombëtare ishin përfshirë fjala dhe shpata, pushka dhe pena.
muaj para lindjes së tij, plumbat e qetës kryengritëse që Qeqis Topullit shtrinë në këtë rrugë bimbashin otoman. Tillë pas kësaj në këto kodra, te ky rrap u zhvillua betejë e njohur e Mashkullorës. Flakët e kryengritjes përfshin mbarë trojet shqiptare. Erdhi pavarësia. Më vonë, shoku Enver do të kujtonte me nderim fjalët e xhaxhait të tij, Hysenit, Babaçenit, siç do ta quante ai gjithë jetën. Ky plak me floke me mjekër të bardhë është Ismail Qemali. Prapa ti jam edhe unë. Ja, ky me sarek të bardhë. Të gjithë ne jemi mbledhur në kuvend në Vlorë, kur ngritëm flamurin, shpallëm pavarësinë dhe formuam qeverinë e parë. Në shenjë gëzimi e nderimi për ditën e flamurit do të lindte një zakoni. Në çdo përvjetor dritarët e odave gjirokastrite llamburinin nga flakët e qinijve e të kandileve. Por gëzimi i fitores historike nuk zgjati shumë. Gjirokastra dhe krajinat rrotull ranë përsëri në zgjedhë të huaj, për të mbajtur familjet me bukë, për të përballuar rënimin që solli pushtuesi i ri, në karavanin e mira të tjerëve, morën rrugën e mërgimit edhe babai Enver Hoxhës Halili, me vëllan Beqiri. Në këtë qytet me çudirat e bukuritë e veta, me hallet e me gëzimet, në për sofat, rrugët e rrugicat, në kubet, oborret me puse me pllaka guri, në odat, te kovaçanat e vigjitëve, buzë përrenjve e rregullimave, do të kalonin fëmijëria dhe vitet e para të rinisë. Djalëria e asaj kohe më kohej me nektarin e shpirtit të popullit, me lulet e verës dhe historinë e Skënderbeut të Naimit, me Babatomorin e Çajupit, me fjalën dhe veprën e të parëve. Në festimet e nëntorëve të lirë, djaloshit 12 vjeçar Enver Hoxha do t'i binte nderi të bëhej flamurmbajtës. A të duket i rënda i flamur? Jo, baba, i thash. Ai është i rëndë, djalë, pse mban gjithë historinë e popullit tonë. Sidomos në kohë rreziku ta mbash fort, ta ngresh lart dhe mos ta lësh kurrë të rrezohet për dhe. Në vitet 1923-1900, ai vazhdoi me sukses liceun e Gjirokastrës, ku u shqua për zellin, pasionin dhe rezultatet e larta në mësime.
Liceu i Gjirokastrës nuk qej plot. Për të mbaruar shkollën, në tetor të vitit 1927, Enver Hoxha largohet nga qyteti i lindjes. Ishte udhëtimi i tij i parë në Paradhe. Vitet e studimit në Korçë do ishin me një rëndësi të veçantë për formimin e botkuptimit revolucionar të triut Enver Hoxha. Liceu i Korçës ishte një qendër e ideve përparimtare. Atje të rinjt ushqeheshin me ndjenjat e urrëties kundër feudalizmit dhe obskurantizmit. Enver Hoxha ishte një ndër ata nxënës të liceut që në bisedat e lira, në rreshtin e kokave të prera të mbretërve të Francës, linin edhe një vend bosh për mbretin e Shqipërisë. Korçë, ky qytet me traditat shquara, me njerëzit e saj patriote përparimdashës, veçanërisht me punëtorët serioz, kërkues e kurajoz, do të ushtronte një ndihmë të fuqishëm në formimin e botkuptimit të shokut Enver. Në Shqipëri kishte lindur e po forcoi lëvizja komuniste. Erdhi djalë fare i ri, me etjen e madhe për dije, kulturë e përparim. Por Korça do t'i jepte atij shumë më tepër. Në mes punëtorëve komunistëve u brumos me idetë e komunizmit shkencor. Në korrik të vitit 1936, ai u takua me militantin e shquar komunist Ali Kelmendi. Ishin ditët kur mbreti reaksionar i vuri revolucionarit të shquar alternativën, ose largohu nga Shqipëria, ose do të mbylleshte 7 penxheret. Pikërisht ato ditë, në Shkodër para eshtrave të Qerqizit e Muçoqullit, dhe në Gjirokastër mbi varrin e Bajotopullit, Enver Hoxha do të betohej. Djalëria që po më këmbet, ju zotohet mbi këtë varr, se nuk do t'i mungoj as vullneti dhe as kurajua, kur ka për të ardhur puna që të përgatitet një Shqipëri e lumtur, një Shqipëri e begatshme.
hapi, të bashkullora terapi, të lipidonin qetën dhe të dignin fshatin heroik të mashkullorës. Dhe këtu në mashkullora, poli qerqizi me gojë, murazim, largo taborë, se të bëj të kuq me bojë. Qerqistopulli më thonë. Gjimja në dollak i zogut ndërsa shtypte me dhunë çdo gjë përparimtare demokratike, çdo ditë më tepër japte udhën politikës italisë fashiste në Shqipëri. Vendin e kanosnin rreziqe gjithnjë më të mëdha. Shekullin e 20 e kërcënonte me sjellje. Ditët e zeza të prillit. Mbreti tradhtar ndërsa premtonte se në rast sulmi do të mbathte opingat, kur u nxit deti e u nxit qielli, rrëmbeu Floririn dhe u ambati këmbëve pa qarë kokën për hallin e madh të Shqipërisë. Së bashku me komunistët, u ndodh në krye të demonstratave që dhe në Korçë, si në mbar vendin shpërthye në prag të pushtimit. Shqipëria e vogël si gjithmonë, po e priste pushtuesin me gjuhën e pushkës. Më pas, generalet e mbetur gjallë nga kjo ushtri këmishëzinsh do të vinin prap në malet tona, veç këtë radhë për qetur e mbledhur e eshtrat e hordhive të tyre. Ballafaqimet me pushtuesin ndiqnin njëri tjetrin. Në bllokun e lajmërimeve të liceut, ku profesorët porositeshin të mbikëqyrnin studentët që të mos përziheshin në trazirat politike, Enver Hoxha nuk pranon të nënshkruaj. Tre ditë më vonë, me 12 vjetor 1939, a i pushohet nga puna. Që nga këto momente, a i kushtohet tërësisht luftës dhe revolucionit. Koha kërkonte komisarët. Para grupeve komuniste shtroheshin detyrat e një rëndësie të jashtëzakonshme. Që këtej, Enver Hoxha me shok të tjerë të grupit, u nisë në viset të tjera të vendit për të krijuar lidhjet me komunistët, me punëtor, fshatarë e patriotë ndershëm që u dhimbej çështja të dheut dhe e lirisë. Të demonstratave e përpjekjeve prinin komunistët. Ata ishin organizatorët dhe udhëheqësit e demonstratës së 28 tetorit 1941 në Tiranë. Që ato ditë nisi për shokun Enver Hoxha jeta ilegalit, jeta revolucionarit profesionist.
Pushtimin dhe zgjidhjen e drejtë të detyrës madhore, themelimit të partisë, qëndron merita më e madhe e Enver Hoxhës me shok në atë kohë të rënd pushtimi dhe shpresash të mëdha. Dita e madhe. Shok, sot në 8 nëntor 1941, përfaqësuesit e 3 grupeve komuniste, të Korçës, të Shkodrës dhe të Rinjve, të mbledhur në seancë plenare dhe pas diskutimeve konstruktive me frymë komuniste, duke u bazuar në mandatin që u kanë dhënë shokët e grupeve të tyre, themeluan Partinë Komuniste të Shqipërisë. Kush është pro, të ngrej dorë. Vjet më parë, populli ynë u besoi komunistëve shqiptarë fatet e tij, jetën dhe të ardhmen e atdheut. Partia jonë e justifikoi këtë besim me veprën e saj të lavdishme, me fitorjen e revolucionit dhe me krijimin e Shqipërisë së re socialiste. Bara ishte e rëndë. Themeluesi i partisë përpunoi një vit i qartë politike, organizative, ideologjike, një strategji largpamse marksiste-leniniste. Fletët e arrestimit e të dënimit me vdekje për komunistët ndiqnin njëri tjetrin. Por historia po shkruaj ndryshe. Vendimet e fashizmit do të zverdheshin zyrtareve, kambana e vdekjes po binte për armiqtë e popullit shqiptar. Partia Komuniste e Shqipërisë, me vijën e saj të drejtë, në gjakun e bijve më të mirë, u afirmua si forca e vetme, e aftë për të mobilizuar e udhëhequr popullin shqiptar në luftën për liri e demokraci. Përmes zjarrit të luftës, nga gjiri i popullit dolën e u kalitën kuadrët e partisë. Në krye të tyre bashkë me ta, shoku Enver do të gjendej kurdoherë në zemër të ngjarjeve kyçe të jetës së partisë e të luftës shtirimtare. Vitet e vështira por heroike të luftës kaluan shteg më shteg me partizanët, pranë vatrave të popullit, nga baza në bazë, duke bërë natën ditë, duke kaptuar malet përmes zgjegut të verës apo acarit të dimrit. Udhët e luftës kalonin nga Pezën Labinot, nga Martaneshin Tragjas, nga Galigatin Kucak e nga Panaritin Helmës. Populli i hapte partisë tyrt dhe zemrat, partia po i hapte popullit tyrt e të ardhmes. Në kulmin e listëve bashkëpunëtorëve të tyre, ballistëve, zogistëve, kujslingëve,
një tjetër rrezik i madh ju ka nos Shqipërisë, rreziku anglo-amerikan. Maskën e aleatëve, vendin e pushtuesve manovronin Dazinin, skilet e John Bullit. Por komandot angleze, sa po vunë këmbët në Shqipëri, i priti ultimatumi Enver Hoxhës. Në rast se komandot angleze nuk të riqen nga Saranda, do të shpërthej lufta. 7 prilli nuk do të përsëritej më kurrë. Shqipëria tani kishte zot. Megjithse e re, Partia Komuniste Shqiptare diti të bashkoj popullin në Frontin Nacional Çlirimtar, të krijoj Ushtrinë Nacional Çlirimtare dhe të formoj qënzjarrin e luftës Pushtetin Popullor. Përmet 24 maj 1944. Në këto momente, zëmrat tona, zëmrat e gjithë popullit shqiptar, bufojnë nga një gëzim i papërshkruar. Dhe nga një besnikëri e pafund për partinë tonë të lavdishme, që u mohoqi popullin tonë në përmjet kaqe fortunave të mëdha dhe e nxori në dritë. I dha popullit tonë shkëmbojtur heroike të lavdishëm lirin, independencën, i ati pushtetin në duart e tij dhe u hoqi atë dhe u dhejt në rrugën e ndritshme të socializmit. Ditë të nëntorit 1944, Tirana priti djemtë e vajzat e popullit. Ata që lufta i rriti, i burrëroi, i vuri në drejtim të partisë, të luftës të Shqipërisë. Bisupet e tyre tash po binte bara kolosale e mbrojtjes dhe ndërtimit nga themelet të shtetit e të rendit të ri. Epoka e re filloi. Nga e kalura ajo trashëgoi shkatërrim, prapambetje, varfëri, obskurantizëm.
në zërin e fuqishëm e udhërfys të partisë, ashtu si në luftë, do të ngrihej mbar populli për të shëruar njëra pas tjetrës plagët e rënda të luftës. Ai zë do të emociononte e do të ngrinte pesh punëtor, fshatar, të rinjët moshuar për punë ndërtimtare. Zëri i partisë do të ngrihej në arenën ndërkombëtare, duke mbrojtur e kërkuar drejtat e Shqipërisë si e barabartë në gjilin e kombeve. Vjetë më parë, po në këtë Paris, në këtë rrugë, ecste studenti Enver Hoxha, që i lënë pa bursë nga mbretëria zogiste, ishte detyruar të ndërpriste studimet në Montpellier. Këtu ai kishte ndjekur vullnetarisht leksionet në fakultetin e drejtësisë. Futej në ambientet e punëtorëve parizian. Frekuenton të klubet e edukimit marksist të Partisë Komuniste të Francës, thellohej në mësimet e revolucionit francez, njihej më shumë me përvojën e fammadhes komunë të Parisit. Kurse tani, kryeministri i Shqipërisë së re hyn në pallatin Luksemburg për të marrë pjesë në konferencën e paqes. Le peuple albanais a montré non seulement pendant la guerre antifasciste, mais aussi pendant la Première Guerre mondiale, combien il était résolu de combattre l'impérialisme italien, qui visait nos terres et nos biens. Ai deklaroi solemnisht se kufijt tan askush nuk do të guxojë t'i prek. E gjithë bota duhet ta dijë se populli shqiptar nuk lejon që të diskutojnë kufijt e tij dhe toka e tij. Partia i tha hapur popullit, se s'janë konferencat ndërkombëtare ato që sigurojnë pavarësinë dhe zhvillimin e vërtet kombëtar. Në unitet rreth partisë, me punë e vigjilencë, do të ndërtohej e do të mbrojë Shqipëria e re. Dhe ndodhte që kazma kur hapte themelet e rrugës së re, të ndeshte qelikun e minës së fshehtë. Një rrezik tjetër i madh kanoste Shqipërinë. Ishte tepër e vështirë të dalloje e të krijoje një mendim të saktë për të. Ky ishte rreziku i shovinistëve jugoslav, rrezik tepër i vjetër për Shqipërinë, por që tani mbarte nga vetë udhëheqja e Partisë Komuniste Jugoslave me në krye Titon. Gjithnjë më tepër udhëheqja e shëndoshë e Partisë Komuniste Shqiptare me shokun Enver Hoxha në krye, po bindej se prapa buzëqeshjeve dhe pompozitetit të miqve, fshieshin qëllimet e errta anti-shqiptare dhe anti-marksiste. Më vonë, gjithë bota do të mësonte se që komunist ishte Titoja. Premtimet e bujshme që shoqëroheshin me varganët e zerove në letër, manipulimet prej matrapazësh me konventën ekonomike, grabitjet e hapura, intrigat dhe veprimtaria agjenturore të dërguarve jugoslav e shtynin udhëheqjen e Partisë Komuniste Shqiptare të reflektonte thellë. Akuzat e para, fërkimet e grindjet e para me të dërguarit jugoslav gjatë viteve të luftës, u shtuan shumë në prag të çlirimit dhe shpërthyen hapur në komplotin e Beratit. Pikërisht në momentet kur ndeshja me udhëheqjen jugoslave po bëhej gjithnjë më ashpër, kur veç të tjerash,
Titoja me shok po bënin gjithçka për ta mbajtur Partinë Komuniste Shqiptare të izoluar, Josif Vissarionovic Stalini ftoi dhe priti në Moskë delegacionin shqiptar të nivelit të lartë me në krye shokun Enver Hoxha. Takimet e paharuara me nxënësin dhe vazhduesin e veprës së Leninit do të pasoheshin nga takimet me revolucionarin tjetër të shquar, heroin e Leipzigut, Gjergj Dimitrovin. Atmosfera e ngrohtë dhe vllazërore që Josif Vissarionovic Stalini e Dimitrovi u rezervuan përfaqësuesve të popullit e të komunistëve shqiptar, fjalët, mësimet dhe këshillat e vyera që dhanë, përbënin edhe një konfirmim drejtësie për vijin e ndjekur nga Partia Komuniste Shqiptare, edhe një mbështetje për krahje internacionaliste për të ardhmen. Shqipërisë dhe kthimin e saj në një republikë të shtatë të Jugosllavisë. Në janar 1948, Titoja kërkoi zyrtarisht futjen e divizioneve jugoslave në Shqipëri. Përballë këtij rreziku të madh, pjesës së shëndosh të udhëheqjes së partisë me shokun Enver në krye, i mbetej vetëm një rrugë, t'i kundërvijej i hapur, botërisht udhëheqjes jugoslave si një grupi antimarksist e anti-shqiptar. Në këto momente u bë e njohur se edhe Stalini me shok kishin arritur në të njëjtat konkluzione. Filloi denoncimi publik i titizmit. Populli jonë, në përmjet kaq patektive, njerimeve të panumuta, intrigave dhe kërcënimeve, nuk e përkulli kur kurizim. Vullneti të jekur për të fituar lirimin, qëndroj kur do herë lartë stimanet tona. Divizionet tona s'jundanas një minut armikut, ata shliruan Kosovën, ndihmuan fuqimisht lirimin e malit të Bosnjës dhe e përzun armikun deri në Vishegrad. Trotsistat dhe traftarët e Beogradit heshnin për luftën e divizioneve tona në tokën e tyre. Ora trotsizmi as fashizmi nuk do të fshijmë gjakun e dëshmorëve tonë, do të ketë forcë që ta bëjë ujë gjakun e herojëve tonë. Nëntë ditët e kongresit të parë të partisë, 9 ditë punë intensive, raporti i gjatë i thellë, fruti një pune të lodhshme shkencore dhe diskutimet e gjalla të pjekura, përgjithësuan të shkuarën, projektuan të ardhmen. Partisë tonë heroike, që u loqi popullin në rrugën e sigurt të fitores si të plotë dhe të shkëlqishme, mbi okupatorën e traftarës, dhe që kurrë nuk mposhtë dhe nuk do të mposhtet kurrë, po do ta çojë vendin tonë me vendoshmërinë më të madhe dhe me sigurinë më të madhe në rrugën e ndërtimit socializmit, do t'i siguroj popullit jetën e lumtur.
krah për krah me populli. Kjo ka qenë motoja e përhershme e partisë. Kjo ishte dhe mbetet rruga e lavdishme dhe e sigurt ku formua dhe u kalit uniteti çelik i partisë me popullin. Rruga për ndërtimin dhe mbrojtjen e Shqipërisë së re. Shoku Enver, mbaje kokën nalt. Përgjigju serbes armiqve se nuk të turpëroj. Ishte besa që i jepte populli partisë. Realiteti çdo ditë vërtetonte drejtësinë e vijës së partisë. Reforma agrare, industrializimi i vendit, kolektivizimi i bujqësisë po transformonin Shqipërinë. Socializmi zgjonte vullnetet e ndrydhura të shekujve dhe nxirrte në pa vitalitetin e popullit ton trim, punëtor e të talentuar. Jetën e Shqipërisë po bujiste gëzimi. Ai do të rritej vit pas viti, si vendi, si njerëzit. Dhe kur fillonte qytetet të borës, të gjithë do të bëheshin pakës fëmijë. Kthehemi në ditët e zymta të marsit 1953. Betohemi sot para shokut Stalin se do t'i qëndrojmë në besni këtë çështjes madhe të Leninit dhe të Stalinit e do të ngrojmë lartë zonat tona e do të sulmojmë me vrull përpara e të korrur fitorie të reja. Por ne Stalini nuk ka vdekur. Nuk mund të vdesi kurrë. Ai rron dhe do të rrojë në shekuj. Tradhtare e Krushovit me pikpamjet dhe veprimet e saj antimarksiste e shkatërrimtare do t'i sillte dëmet pa llogaritshme lëvizjes komuniste e punëtore, çështjes së socializmit e të revolucionit në botë. Presionet dhe shantazhet përplaseshin njëri pas tjetrit mbi udhëheqjen e partisë sonë. Por tashmë selia e tyre ishte Kremlini. Në maj 1955, Partia Punës Shqipërisë zyrtarisht kundërshtoi vendimin arbitrar të Krushovit për të rehabilituar klikën e Titos. Tradhtia i lidh tradhtarët. Kongresi 20 do të pagëzonte triumfin e revizionizmit modern. Përsëri reflektime të thella. Ditën e të tëra në kryet byros politike, në selinë e Komitetit Qendror të Partisë, apo në këtë sallë,
me shokët ose vetëm gjera afër mëngjesit, udhëheqësi i partisë ndiqte hap pas hapi ngjarjet, analizonte situatën. Revizionizmi modern, duke shtrembëruar marksizëm-leninizmin, kërcënonte drejt për drejt edhe fatet e socializmit në Shqipëri, lirinë dhe pavarësinë atë dheu. Për qaste, tek aneja e shtrejt. Nëna si nëna, me intuitë e kuptonte shumë mirë të birin. Zëri i saj ishte si një dorë e dashur që i terte djersën e ballit, i lehtësonte hallët, i qartësonte mendimin. Dokumente, radiograme, orientime për shokët, vetiu u shfaq përsëri firma e viteve të luftës, Shpati. Këto male udhëhiqej lufta. Të zhveshur, të pangrënë e pa armë ishin partizanët, i pakapërcyeshëm duke i rrethimi nazist. Ata që hiqeshin si miq e aleat na këshilluan të dorëzoheshim. Ju e keni kot, na tha anglezi. Ju e humbët luftën, ju jeni të rrethuar, dy rrugë mbeten, ose të vriteni, ose të dorëzoheni. Por partia u përgjigj. Kjo që guxua të thoni është kulmi i tradhtisë. Ne nuk do të dorëzohemi, ne do të vazhdojmë luftën tonë deri në fitoren e plotë. Nuk mund të bëhet ndryshe as këtë radhë. Jo revizionizmit krushovian. Luft tradhtarëve të marksizëm-leninizmit. Në vitin 60, e në veri prapë në Moskë, ja përplasi në fytyrë, çudi pi gjithë një botë. Në vitin 60, e në veri prapë në Moskë, ja përplasi në Përsëri një ikje turqsh me armiqë. Lora kishte qenë jona. Beti e përjet do të mbetet i jona. Këtë akt të guximshëm të Partisë Punës Shqipërisë, historia do të sankciononte në kushtetut. Bazat e huaja nuk e mbrojnë, por e minojnë pavarësinë e një vendi. Armiqtë e partisë dhe popullit tonë, imperialistët dhe revizionistët, na kanë halë në sy dhe na urrejnë. Ata tërbohen kur shohin se brenda në prapavijat e tyre, një vend i vogël dhe një popull heroik lufton me heroizëm dhe me këmbëngulje për të mbrojtur lirinë, pavarësinë e tij dhe ndërton me sukses socializmin. Muci
me masat, bashkëbisedimet e vazhdueshme me to, për herë janë kthyer në burim forca shërinimi e frymëzimi. Atje verifikohet saksia e vijës së ndjekur, grumbullohet mendimi dhe përvoja e pashtershme e mësuesit të madh e pagabushëm popull, lindin idetë dhe projektet e të ardhmes më të ndritur të Shqipërisë socialiste. Kërkon ritme të reja, për masa të reja. Ndërtuam në fillim hidrocentralin e parë Lenin dhe i quajtëm Gjigant. Gjigant me 5.000 kWh. Po si duhet quajtur Fjerza me 500.000 kWh? Po kaskada hidrocentraleve mbi Drim, reflekset të së cilës derdhen e lamburisin në të gjithë Shqipërinë. Mund të thuhet me plot gojën se nuk ka rreth e zonë të Shqipërisë që shoku Enver Hoxhat mos e ketë shkelur me këmbë. Nuk ka vepër të 5 vjeçarëve ku ai të mos ketë qenë një ose ta herë. Janë me mira punëtor, fshatar, intelektual, ushtarak të moshuar e të ri që ai njeh personalisht. Dhe kudo, zemra e hapur e popullit i thot: ardh shqiptar, dita 1000. Transformuam në këto vite fushat dhe malet, qytetet dhe fshatrat, mendjet dhe zemrat. E bëm Shqipërinë të bukur dhe të re, një vend që rron dhe rritet me djersën e tij, që nuk njeh kriza e papunësi, një vend të elektrifikuar skaj më skaj. Gjithçka e arritëm me punën tonë, me luftën tonë. Vëllezër, mëma dhe motra, dropullite. Më vjen shumë keq që koha sot na bëri me shi edhe urlagër. Por ne s'kemi pasur frikë as nga topat, as nga mitralozat, as nga burtajet e armikut, prandaj s'kemi frikë as nga shiu, as nga... Aristopoli, ego o Enveris vencero Elenika. Dora Allah do të flasë në Shqipë. Politika jone jashtme si politike një shteti socialist. E një shoqërie pa klasa shfrytëzuese. E me të vërtet të lirë, është një politikë revolucionare e internacionaliste. Ajo është e çliruar dhe nga shenja me vogël e nacionalizmit të ngushtë përgjes, e shovinizmit, e ekskluzivitetit nacional ose në vlerësimit të popujve të tjerë. Populli shqiptar ka respekt për çdo popull dhe u do të mirën popujve.
Shtia i dha hovë të ri dhe i hapi shtigje të reja shpirtit krijues të popullit. Bijave të tij të talentuara u krijoi të gjitha kushtet që me frymëzimin, dijet dhe aftësitë e tyre të esin krah për krah me popullin, t'i japin udhë të bukurës, progresit. Që të zgjojë kjo botë e përgjumur, që të shpërthenin këto forcat të ndrydhura, djemtë e vajzat më të mirat këtij vendi u bën ballë vuajtjeve e mundimeve, bën fli edhe jetën e tyre. Vitet e halleve të përpjekjeve hodhën borën e thinjave mbi supe, por era e lirisë gjithmonë ngro zemrat e na bën të ecim krenar, se asgjë nuk ursyem për të vënë në vend amanetin e të rënave. Kur ndonjëherë populli shqiptar nuk ka qenë i bashkuar në interesa, në pikpamjet politike e ideologjike, në normat morale e sjelljet shoqërore siç është sot. Ky unitet i qelikt, i fartuar nga partia në betejë heroike të shtirimit të dheut dhe në transformimet e mëdha socialiste, qëndron sot në themelet e pushtetit popullor, të lirisë e pavarësisë së dheut dhe i bën ato të patundura, të pathyeshme. Është ky unitet, kjo forcë e madhe monolite, që u ka bërë ballë armiqve të egër e që ka shpartaduar intrigat e komplotet e tyre. Në këtë unitet të partisë e të popullit theu kokën dhe Mehmet Shehu, një nga tradhtarët dhe armiqtë më të rrezikshëm të Shqipërisë socialiste. Mehmet Shehu nuk mundi kur të lëvizte e të shtrembronte vijin e partisë, mbasi po Torvatej ta bënte këtë, do të demaskohej me njëherë. Për 40 vjet me radhë Titoja dhe pasuesit e tij, haptazi dhe nëpërmjet agenturave të fsheta, kanë kurdisur vazhdimisht komplote për të shkatëruar Shqipërinë socialiste, për të shkatëruar partinë tonë, për të eliminuar fizikisht shokët kryesor të udhëheqjes. Ashtu pra. Popull i vogël ishte ky yni në luftën e dytë botërore, por vetëm për vetëm, dhe i parmatosur, hyjtë e likuidoi një numër të konsiderueshëm divizionesh fashiste italiane e naziste gjermane. Tash kohët ka ndryshuar në favorin e Shqipërisë socialiste. Prandaj, larg duart nga Shqipëria.
Superfuqit herë në ujdi e herë në rivalitet me njëra tjetërën përgatiten në ethe për ndarjen e botës. Por popujt, revolucioni që është në rendin e ditës, ngrihen para tyre si një mal i pamposhtur. Mendimi marksist-leninist i partisë dhe udhëheqësit të saj, ky thesar teorik dhe praktik, ka qenë dhe mbetet në duart e komunistëve të masave udhëheqje e përhershme për veprim. Ai është sinteze një përvoje revolucionare mbi 40 e ca vjeçare. Është fruti mësimit të përhershëm nga populli, i përvetësimit të shkencës e në radhë të parë të veprës kolosale të klasikëve të marksizëm-leninizëm. Ashtu si në rini, shoku Enver mbetet për herë një lexues i pasionuar i librit politik e filozofik, ekonomik e letrar, historik dhe i shkencave eksakt. Se të ngrohtë familjare. Dhe ndodh gjatë saj të vërshejnë kujtimet e paharruara të skal. Natyrisht ka dhe ndonjë kujtim që nuk ja vlen t'i rikthesh. Dhe kur te kjo tavolin, te ky kabinet ku kanë rrjedhur 25 vjet punë, rivjen e kaluara, duhet marrë përsëri bloku. Le të derdhet jeta qetësisht në letër. Është tepër e vështirë për të pasqyruar këtu krijimtarinë e gjerë teorike studimore të udhëheqësit tonë. Ajo rritet dita nga ditë dhe përfshin të gjitha fushat e jetës e të veprimtarisë. Vetëm sa për të krijuar një ide, le të ndalemi fare shkurt në një temë. Ngjarjet e viteve të fundit në Kosovë. Problemi i shqiptarëve që jetojnë në tokat e tyre në Jugosllavi nuk është problem i një minoriteti,
i ardhur apo i vendosur diku në një zonë vakum, si emigracion ekonomik, as i shkaktuar nga dyndja e perandorisë osmane, dhe as nga rritja e natyrshme demografike e shqiptarve, që i shqetëson maltusët e rinj serbëmbëdhenj. Shqiptarët në Jugosllavi përbëjnë një etni, një popull të formuar në shekuj, që ka historinë, gjuhën, kulturën e vet autoktonë, të cilin si shdihet e coptuan dhe shkëputën nga mëmdheu fuqitë e mëdha imperialiste dhe janë aneksuan Jugosllavisë. Shqipëria që ka qenë, ç'është dhe ç'do të bëhet. Vepra e rilindasve të mëdhenj qëndron për herë një amanet i shenjtë që baballarët u alen fëmijëve, brezave. Ja kështu rrjedhin vitet. Detyrat e mëdha që i kanë ngarkuar partia dhe populli, ai i ka mbajtur mbi supe e i ka zgjidhur bashkë me shokët. Me ata që i kanë qëndruar e i qëndrojnë besnikat të dheut dhe socializmit. Me ta e gjenë në tavolinën e punës, duke shetitur në kohën e lirë, pranë shtratit shokut që është pa qejf, në festat e në gëzimet familjare, duke u çlodhur pranë një burimi. Gjithmonë mes njerëzve, mik shtëpije në gëzime në hallë, shok i paharruar i fëmijërisë. Ditët e pushimeve në mes të peisazhit bukur të atë dheut gërshetohen gjithmonë me orët e gjata të punës. Dikush hyn papritur në kabinetin e punës. E kush mund t'i ndaloj fëmijët? Mbesa e vogël ka edhe ajo nevojë për gjyshin. Kanë nevojë për përkëdheljet e tij niprit e mbesat. Kanë nevojë për fjalën e tij fëmijët të afërmit. Gjithë jetën time e shkrua në shënimet e tij shoku Enver, e kam shkuar në thjeshtësi me njerëzit. Kam shkuar me ta. I dua shumë njerëzit, e dua shumë popullin. Ti e din e xhmie, kur nuk kam mundësi të dal, shkojmë të dy dhe rrim në balkonin e shtëpisë së vjetër dhe shohim rrugën. Njerëzit që vjen e vijnë, natën që detyron të ndizen dritat nëpër shtëpira. Tokë të dy me njëri tjetrin, flasim për ata njerëz. Ja,
u mblodhën në shtëpitë e tyre. U ndes drita dhe atje. Pra, u kthyen njerëzit nga puna. Tash ata po hanë bukë ose lexojnë. Fëmijët mësojnë. Të vejlit po flenë dhe shohin ëndrat bukura. Puna e vazhdueshme, idealet e larta, dashuria e pakufi për popullin, për partinë, e mbajnë njeriu kurdoherë të ri, kurdoherë të gjallë e aktiv, kurdoherë në krye të detyrës. Dita e punës gjithmonë fillon me popullin. Tek çdo letër është njeriu, me mendimet, shqetësimet e hallet e tij. Tek të gjithë është e duhet të jetë partia. S'ka fushë të jetës e të veprimtarisë, s'ka çështje të brendshme ndërkombëtare që të mos preokupoj mendjen dhe vullnetin e udhëheqësit të partisë të popullit. Zhvillimi ekonomik e kulturor i vendit, hartimi i planeve të shtetit, forcimi i mbrojtjes së dheut kërkojnë punë të thellë, sistematike e shkencore, dije të gjithanshme, vullnet të patundur në punë, mendje të kthjellët, dorë të sigurt. S'ka punë më të bukur se puna e partisë. Ajo është shkencë, ajo është artë, ajo është e gjithanshme dhe e pafundë. Ajo ka të bëjë me të sotmen dhe të ardhmen e socializmit. Pulsi i saj është pulsi i jetës së vendit.
kongrese e pleniume, në mbledhjet e byros politike të sekretariatit, në takimet e përditshme me njerëzit, përcaktohet e përpunohet vija e partisë, e sotmja dhe ardhmja e socializmit. Ta forcojmë e ta mbrojmë parreshtur partinë. Tjetë ajo gjithmonë në komandë, në çdo fushë të jetës, të ekonomisë e të kulturës, të shkencës e të mbrojtjes. Ta mbajmë për herë të pastër sy zgjuar e të re, si që janë të reja idealet e saj, si që është vazhdimisht i ria të dheu, si që janë vazhdimisht të reja mendjet e zemrat e njerëzve tanë. Ky është sekreti i rinisë sonë për hershme i revolucionit tonë në marshim. Epike, kohë mbarsur me agresione dhe komplote kundër lirisë së popujve, ka nevojë për vigjilencë, ka nevojë për heroizmin dhe shpirtin e qendresës. Jeta është luftë, dhe kur kjo luftë fitohet, jeta bëhet e bukur dhe e begatshme. Kur mbrohet me luftë, ajo nuk erësohet kur dhe meriton të jetohet. Ky është një mësim i madh i historisë sonë. Ky është gjithashtu besimi im i patundur që ka mbrojtur tek unë partia me ideologjinë e saj, marksizëm-leninizmin, që më ka ngulitur populli im, të cilëve u kam shërbyer e do t'u shërbej pa kursyer asgjë gjatë gjithë jetës sime.